ndodh edhe kjo, nusja vonohet në dasmën e saj, e prifti nis procedurat e celebrimit pa praninë e saj. Në kishën e Sant Ambrogës në Itali, dasma një çifti të ri u bë një nga ngjarjet më të përfolura në vend, pasi prifti i famullisë vendosi të fillonte ceremoninë e dasmës pa pritur nusen, e cila ishte ende jashtë kishës. E kisha njoftuar tashmë se do të filloja kur të binin kambanat. Nuk ishte e mundur të mbaja një grup të tërë besimtarësh në pritje, shpjegoi ati Dolio. Prifti, për të cilin thuhet se nuk ishte era parë që tregohej përpikt me orarin, nuk e priti nusen as 15 minuta zyrtare dhe filloi shërbesën vetëm pas 3 minutash. Nuk është çështje dasmash apo pagëzimesh, por respekti për të pranishmit, deklaroi prifti. Kur shërbesa filloi pa nusen, një ndjenjë sikleti, thuhet se u përhap mes të ftuarve dhe atmosfera u bë edhe më e tensionuar për shkak të mungesës këngës tradicionale Ave Maria që këndohet shpesh në dasma.